Atë botë kur e shqipton fjalën mirëdit, mendja të vete edhe tek bakri, tek minjerat. Kjo tokë e lashtë e pirustëve, çdo deje të saj e ka të përshkruar nga mademi Florin. Nuk ka se si natyra të ketë përbashkuar në një harmoni kaq perfekte bakrin e nëndheshëm dhe njerëzit që jetuan me këmbë mbi ta. Për mote e mote kanë komunikuar me njëri tjetrin, njerëzit me thesaret e fshehura poshtë. Dhe kur shtekton në këto rrugë të përbashkëta, nuk di se si, palën e sipërdheshme, ta quash fatlume a fatkeqe për këto thesare që ja kishte falur natyra, që nga hershmëria deri në kohët e vona. Do të shtektojmë me këtë reportazh ish minjerave të mirëditës. Të vjen keq që tashmë gojëzat e tyre karakteristike janë të kyqura gjithandej, edhe pse mademi flet thellë tyre. Personazhi i shtektimit ton është njëri prej përfaqësuesve më autentik të kësaj plejade të pazakontë që duket se historia i lind dhe i lë aty në vendin e pazën kollaj. Njërin prej tyre që e nisi me martelin dhe që më vonë drejtoi po me aq shpirt e vitalitet, do të tusha. Nuk është as pak e tepërt ta perceptonim si simboli domethënës i ndërlidhnis me minjerat, me historinë e shkruar në nën tokën e mirëditës, me ata mira njerëz që i dhanë jetë barkut magjik ku flinte Floriri, paradoksalisht së bashku me anatemën për qindra e mira jetë të shura nën dhe mbi tokë.